Të nderuar shikues, mirë se vini në një tjetër edicion të Zoom. Sonte në fokus kemi zhvillime që po tensionojnë koalicionin Vlen. Alianca për shqiptarët po shqyrton nëse do të karojë në zgjedhjet lokale si pjesë e këtij koalicioni apo do të ndjek një rrugë të veçantë. Në anën tjetër, spekulimet për një afirmitet të mundshëm mes Arben Taravarit dhe BDI-s kanë krijuar paqartësi të reja, ndërsa krahu i ASH-s së Zjadin Selës dukshëm më i heshtur, lë hapësirë për interpretime të shumta. Çfarë fshihet në prapaskenat politike? A janë dallime të natyrshme politike apo sinjalet e para të një ndarjeje të paralajmëruar? Dhe është ende reale ideja e bashkimit të partive të Vlenit në një subjekt të vetëm. Do të flasim gjithashtu për pasojat e krizës politike në Kosovë dhe nëse ajo mund të ketë reflektim në Maqedoninë e Veriut. Dhe natyrisht nuk mund të anashkalojmë as përplasjet politike që kanë të bëjnë me hetimin e tragjedisë në Koçan. Për diskutuar këtë çështje dhe për të analizuar prapaskenat politike, sonte kam të ftuar në studio gazetarin Destan Januzi. Destan, përshëndetje dhe mirë se erdhe në Zoom. Mirëmbrëma, kënaqësi. Kënaqësia është gjithashtu e jona, si dhe analistin Faton Mehmeti. Faton, përshëndetje dhe mirë se erdhe në Zoom. Mirë se gjithë, faleminderit për ftesën. Kënaqësia është e jona që të kemi në këto minuta për diskutuar në lidhje me zhvillimet aktuale politike. Kur jemi te zhvillimet aktuale politike, sigurisht në këto momente Alianca për shqiptarët e Arben Taravarit po mban mbledhjen e kryesisë së partisë për të vendosur se si do të garojnë në zgjedhjet lokale. Unë do të kisha propozuar që ta ndjekim një deklaratë të sekretarit të përgjithshëm të kësaj partie, Blerant Ramadani, dhe më pas do të komentojmë këtu së bashku në studio. Pika kryesore do të jetë pjesëmarrja e subjektit tonë dhe analiza se si ne do të dalim në zgjedhjet lokale, ku duam përsa afërmi të marrim mendimin e çdo antarit të kryesisë partisë, në veçanti edhe kryetarëve të degës. Edhe ne jemi Vlen, a do të rrim, a do të qëndrojmë, është çështje për mendimin tim e cila nuk duhet diskutohet, pasi që shifeni në gjithë këtë periudhë po diskutohet për ofertë dhe kundër ofertë, për përqindje dhe jo përqindje, mirë po debatin të cilën ne kemi dashur ta zhvillojmë si Aleancë për shqiptarët ka qenë që të vëmë në pa kualitetin e kandidatëve, pasi që këto janë zgjedhje lokale, nuk janë zgjedhje parlamentare, dhe është e rëndësishme që ne të zgjedhim menaxherët më të mirë në kuadër të koalicionit Vlen edhe ne si Aleancë për shqiptarët. Politika është arti së mundshmes, realisht nuk është temë për cilën ne sot jemi mbledhur. Temë kryesore është se si ne do të dalim në zgjedhje lokale dhe si të japim edhe një ofrim fituese koalicionit Vlen, sigurisht se në kuadër të mundësive, duhet të bëjmë dallimin ndërmjet zgjedhjeve parlamentare dhe zgjedhjeve lokale. Kjo është interes i komunave, të cilat në përgjithësi gravitojnë shqiptarë, dhe ne mendojmë se metoda më e mirë për t'ju dalë në pa qytetarëve është duke ju ofruar kandidatin më të mirë të mundshëm. Ne jemi pjesë e qeverisë, ajo temë mund të imponohet pastaj varësisht prej rrethanave të cilat do të krijohen në ta. Po ndoqëm deklaratën e sekretarit të përgjithshëm të ASH-s, Blerant Ramadani, dhënë para fillimit të mbledhjes së kryesisë kësaj partie. Në fakt, zoti Ramadani përmendi shumë çështje gjatë deklaratës së tij para mbledhjes së kryesisë. Të fillojmë atë, ASH po shqyrton mundësinë nëse do të shkojë bashkë me Vlenin në zgjedhje apo nëse do të shkojë e vetme. Si mendoni që do të veprojnë në këtë rast? Marrë parasysh zhvillimet e fundit politike. Mendoj se debati i çështjes së shkrirjes së koalicionit Vlen në një subjekt politik ka nisur që vitin e kaluar pas zgjedhjeve parlamentare. Ajo që është e rëndësishme në këtë moment është se partitë e koalicionit Vlen e kanë zhvatur debatin nga debati i kualitetit të kandidatëve dhe listave të veçanta për këshilltar në një debat të përqindjes që nuk është mirë. Intenca e zotit Taravari, ma që se njohun si profil politik dhe si intelektual në pjesën e politikës shqiptare, në fillim ka qenë që koalicioni Vlen që të garoj me listat veçanta me qëllim që të përfshihen më tepër kandidat dhe në atë mënyrë të shoshiten
të shushitet kualiteti i kandidatëve, nga se cila parti të del nga një kandidat më... Po kjo çështje, sa do t'jepte përparësi Bashkimit Demokratik për integrim? Marë parasysh forcën e saj politike që i ka. Ta përfundoj me ashën. Mendoj që ajo ka qenë intensa, derisa e kanë bardh debatin në një nivel tjetër, ku diskutojnë për përqindje, atëherë është një farë konkurrence për secilën parti brenda Vlenit për ta avancuar kandidatin e vet ose për ta pas një kandidat në komunë. Mendoj se edhe ndarja që i ofrohet Aleancës për shqiptarët është e padrejtë, duke pas parasysh shtrirjen që ka partia e Zotit Taravari në nivel republikan dhe komunat në të cilët mund të fiton. Për shembull, Dibra është potencialisht komunë që mund të fiton ASH-ja. Gostivari është, Vrapçishta edhe disa komuna tjera, të cilët nuk përfshihen në këtë ofertën merre ose ik që i ofrohet Zotit Taravari. Mendoj që do të gjejnë një farë kompromisi, qofse arrihet ai kompromis, qofse ASH-ja vendos të jetë bashkë, po në rast se ASH-ja largohet, humbësit më të mëdhej do të jenë 3 partitë që do të ngelin brenda koalicionit Vlen. Sa i përket favorizimit BDI-s, nëse këto shkojnë me lista të hapura, mendoj që BDI-ja edhe ashtu është në favor përballë koalicionit Vlen. Matematikisht, por marr parasysh zgjedhjet e fundit parlamentare. Kemi parasysh se flasin liderët e Vlenit duke përjashtuar Zotin Taravari ende për ndryshim. Na kanë votuar shqiptarët ta sjellim ndryshimin, po edhe në këto zgjedhje ne do ta sjellim ndryshimin. 9 muaj ku është ndryshimi? Me përjashtim të Zotit Taravari si ministër, i cili me ardhjen e tij është bëri drejtorët ekonomik në Ministrinë e Shëndetësisë, rregulloi statusin e punësuarve që ishin me kontratë dhe disa çështje tjera të cilët i realizoi, nga tjerët nuk kemi ndonjë sukses caktuar si ministra. Dhe tash ti po flet para zgjedhjeve parlamentare, ne duhet të jemi bashkë se duhet të bëjmë ndryshimin. Po ndryshimi nuk u bën brenda 9 muajve. Matematika është e thjeshtë. 80.000 vota zgjedhjet presidenciale, shqiptarët ta dhanë plus edhe ato që ishin krau në BDI-s, ta rritën për numrin në 107.000 për ta bërë ndryshimin. Zgjedhjet lokale nuk ka ndryshim, kualiteti i kandidatëve është mbi të gjitha, për arsye se zgjedhjet lokale ndryshojnë nga zgjedhjet parlamentare. Ato njerëz që jetojnë nëpër ato komuna, nëpër ato vendbanime, kërkojnë jetë më të mirë, rrugë më të mira, ujësjellës, kanalizim, edhe në shekullin 21 ende ka viset shqiptarëve që ballafaqohen. Dallimi është i madh i komunave. Ajo mund të jesh faj edhe i gjitha subjekteve politike që kanë operuar. Po normalitikisht mirë, po në nivel lokal njerëzit din zgjedhin, e kanë provuar një kandidat, ka qenë, nuk është më kryetar komune. Një tjetër ka bërë disa punë, mund ta rikthejnë atë. Do të thotë zgjedhjet lokale dallojnë. Mirë, po në rast se ndahet Vleni dhe Zoti Taravari shkon si subjekt i vet, i vetëm ai është më i favorizuar. Në këtë rast, qofse folim në gjuhën simbolike, siç flasin liderët e Vlenit, njëri thot derivat, njëri thot do të hanë ujku, po mund del që ujku nuk e hanë luane, kështu që matematikat nuk dalin çdo herë 0, po edhe 0 është çdo herë mbas numrit 1, kështu që mund të kemi një farë befasi në zgjedhjet lokale. Nëse është kompakt Vleni, atëherë mund ta ketë një përballje BDI-ja reale në terren me votë. Nëse ndahet, do të thotë atëherë favorizohet BDI-ja, kuptohet, mirë po edhe ASH-ja del më e fuqishme se këto 3 subjektet që janë bashkë në kuadër të koalicionit Vlen. Faton, ti si komenton zhvillimet e fundit? Çfarë vendimi do të merr Aleanca për shqiptarët e Arben Taravarit? Nëse Zoti Taravari nuk ka komunikim direkt me Zotin Sela, atëherë gjithë kjo që shohim është një spin për të rritur më parat që parafolsi foli pazarin brenda listave të Vlenit. Po, mendoj se edhe kjo është legjitime, ky veprimi i Zotit Taravari është legjitim, duke marrë parasysh më që foli parafolsi se ka një shtrirje shumë të gjerë se 3 partitë tjera dhe me automatizëm i takon një pjesë më e madhe e kulaçit, me çka
ma herët kishim zëra brenda Vlenit se gjithë jemi të barabartë dhe jemi unik. Kjo është arsyeja e parë që mendoj se nuk do të ketë shkëputje të Vlenit, se edhe pa marrë parasysh sa paradoksale ishte ajo oksimoroni që dëgjuam nga sekretari i përgjithshëm. Jemi Vlen, mirë po jena ato e diskutu për me dalë pi Vlenit që sharakë, dhe më thonë, unë nuk e kuptoj çka nuk kuptoj me atë, se jemi Vlen brenda qeverisë, dhe më thonë, pushtetit qendror, mirë po në kushtet të zgjedhjeve lokale do të funksionojmë me listat tona. Dhe më thonë, këtu kemi një paqartësi brenda ashës së Taravarit, po edhe brenda Vlenit, dhe kjo vjen normalisht si pasojë e jonatyrshmërisë së gjithë këtij grupimit, duke marrë parasysh se ky grupim politik u bashkua me Aminin e Kumbarës nga Kosova, tani më ish kryeministri zoti Kurti, edhe mendoj që edhe situata në Kosovë ndërlidhet me këtë që ka krijuar një konfuzion, mirë po në muaj që vijojnë para se të kemi një aktivitet më konkret për zgjedhje, mendoj se do të përbashkohen dhe dallimet do t'i kalojnë, pasi që zgjidhja vetëm me ashës së Taravarit është ose të garojë me Vlenin, ose të ribashkohet me pjesën tjetër të aleancës. Ti e përjashton një bashkëpunim të mundshëm me Bashkimin Demokratik për Integrim, me që çështja e ndarjes së Taravarit është komentuar shumë, madje edhe liderët e Vlenit kanë thënë që Taravari ose të qëndrojë brenda Vlenit ose të shkojë tek BDI-ja, ato ashtu e thonë. A mendoni se çështja e bashkëpunimit me BDI-n është reale, mund të ndodhë? Unë mendoj se komunikim mes subjekteve të ndryshme politike duhet të ketë. Mendoj se është një gjë normale dhe nëse bashkëbisedojmë pa marrë parasysh se jena diametralisht kundër, nuk është asgjë e keqe, përkundrazi në periudha të tilla është një gjë e pëlqyeshme. Por duke marrë parasysh dallimet në substancë të asaj që flet zoti Taravari dhe atë që e përfaqëson zoti Ahmeti, unë nuk mendoj se do të ketë bashkërenditje të veprimeve. Destan, si është mendimi i lidhje me bashkëpunimin me BDI? Mendoj që zoti Mexhiti dhe zoti Kasami këtë përdorin çfarë spini politik për ta denigruar, për ta mbajtur në kuadër të koalicionit Vlen zotin Taravari, për arsye se Taravari ka deklaruar që nuk ka pasur ndonjë takim me zotin Ahmeti, po edhe po të kishte pasur, nuk është ndonjë mëkat i madh, di lider politik, di shqiptar mund të takohen, bisedojnë për çështjen e aktualitetit politik, por edhe ta pinë një kafe, diskutojnë për çështjet që janë të interesit të përbashkët shqiptarëve. Nuk është ajo, ka deklaruar se nuk ka pas një takim të tillë, atë ditë gjatë takimit me presidentin shqiptar kishte një përshëndetje që është normale, duke pas parasysh profilin intelektual të zotit Taravari. Kemi të bëjmë me një profesor universitar, me një njeri i cili e njeh mirë komunikimin me njerëz, komunikon me njerëz, dhe kështu që përshëndetja e tij u shit si far takimi me zotin Ahmeti, që ishte një lajm i rremtë që u plasua në disa media online që nuk përkon me realitetin. Sa i përket koalicionit, duhet ishte më shumë lajm për klikime. Koalicion, këto dëshirojmë, po këto e bartin bisedën tre parti tjera që janë kuadër të Vlenit, e bartin bisedën të BDI-ja se e din që zotin Taravari nuk mund ta përjashtojnë nga koalicioni qeveritar. Lexonin deklaratat e fundit që japin, ato janë tërhequr për sa i përket asaj sa përjashtohet zoti Taravari nga koalicioni. Jam i sigurt se edhe po të vepron jashtë koalicionit Vlen, nuk e kanë fuqinë ta përjashtojnë zotin Taravari nga koalicioni qeveritar, për shkak të numrave të deputetëve dhe për shkak të veprimit paraprak të zotit Taravari në zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare të fundit. Kështu që mendoj që është një betejë, një spin politik për ta mbajtur, se janë të vetëdijshëm se pa Taravarin do të humbin shumë komuna. Në pikpyetje vihet edhe Çairi, po edhe Tetova. Kështu që ata janë të vetëdijshëm për veprimin politik, në mënyrë indirekte zoti Taravari mund t'i ndihmon BDI-s, po në mënyrë direkte nuk besoj që do të ketë ndonjë koalicion. Nëse guxoj të ndërlidhem kur folëm për Bashkimin Demokratik për Integrim, unë mendoj se Bashkimi Demokratik për Integrim do të fuqizohej nëse do t'i demokratizonte strukturat e saj partijake, pasi që mos demokratizimi i institucioneve i krijoi në fakt këto derivate që piqujmë të Bashkimit Demokratik për Integrim. Më thonë, pakënaqësia mrena rreshtave të Bashkimit Demokratik për Integrim nuk u kanalizua me çka kishim
edhe këta akrobacionet politike, pjesëza, në fillim unitetin, pastaj me zotin Megjiti. Mendoj se vetëm ashtu Bashkimi Demokratik për Integrim do të arrinte të fuqizoj realisht në mas, pasi që edhe në këtë situatë nuk duhet të përjashtohet edhe gabimet dhe faji që posedon Bashkimi Demokratik për Integrim si një subjekt i cili një kohë të gjatë ka qenë në pushtet. Më thonë, nuk mujtë mu me fajsu edhe për breshrin që po bje, zëtin Ahmetin, pasi që ka edhe kësi raste në Facebook edhe të analistat caktuar politik. Mirë po për disa gjëra mendoj se duhet të folur tërëq se... Sukseset mendoj me gjithë mëkatet, gabimet që i ka BDI-a dhe Ali Ahmetin. Pa tjetër, me këtë renditje, pa tjetër ndoshta në krahasim. Disa të arriturat që kanë arritur shqiptarën në këtë rast. Po, dhe ka dhe shumë dështime, si për shembull neutralizimi i komplet një shtrese politike, një grupacioni tri politik, për shkak të ca aferave korruptive. Kjo është edhe me një anë është e dhimbshme me ndodh një subjekti të tillë. Spektri politik shqiptar funksionon në spiralën e një rrethit ngushtë. Ti edhe brenda koalicionit vlen ki një parti politike që është sa një grusht dhe disa njerëz që aty rrotullohen dhe marrin pushtet për frontin evropian. Jo, po flasim për koalicion partive politike brenda koalicionit. Nuk dihet. Ersan, numrat e dëshmojnë të kundërta. Zgjedhjet lokale ti ato i kit para. Tash ne duhet merremi për premisës asaj. Shumica anketat relevante e favorizojnë BDI-n edhe partia më e madhe brenda koalicionit vlen është ASH-ja. Këto të thotë janë anketa interne, nuk po flas anketat të agjencioneve, televizioneve, të mediave, portaleve. Anketat që i bëjnë përfaqësitë diplomatike që janë në Maqedoninë e Veriut. E qartë. Askush nuk me diskuton numrat. Kena të fol për veprime politike dhe këto nuk ka. Për esencën ato fol realisht në esencë na nuk kena të pa diçka progres, do thonë kena të pa reformat e asnjën, i aty riciklu do figura caktuar herë këto herë aty. Do thonë mendoj se Bashkimi Demokratik për Integrim ka shumë përgjegjësi të mëdha në këtë kohë. Edhe mendoj se duhet me reflektu me çkëtë mënyrë tash ka them se duhet mi demokratizuar institucionet edhe të jetë shembull edhe për këta tjerë si të demokratizohen edhe mi leju debatit real e jo këtij të tuxharëve politik edhe pazarëve në tavolinë edhe mos të folmi më thonë gjëra që janë absurde për neve si shoqëri edhe mu për atë jemi këtu se asnjëherë në esencë nuk kemi diskutuar gjëra. Shembull, nëse zotit Aravari do dilte edhe do të thonte se nuk do jenë pjesë këtij koalicionimi për shkak se përmbushja e premtimit mrena 6 muajve për ndryshime kushtetuese nuk u bë, atëherë si thonë ne Pierullah Hallallikov. Dishku ka lindur kjo. Mirë po, kjo të thotë, më fal, ta vesh ta kry. Nëse del thotë se nuk jemi të kënaqur për arsye krejtëra, pa marrë parasysh sa të rëndësishme janë edhe ato arsye, atëherë nuk pi ujë. Për atë po them se zotit Aravari në këtë situatë nuk besoj se do të dalin nga koalicioni. Kjo është vetëm edhe një taktizim a merrmendja për pozicionim për brenda Vlenit. Ndërsa Vleni për të bërë një parti politike nuk besoj se ka kapacitet për te bashkëveprimit deri në zgjedhje lokale, nëse eventualisht do të thonë nuk ndodh asgjë nga mbledhja sonte. Pikërisht i gjithë debati ka filluar se zoti Aravari deklaroi se brenda koalicionit Vlen ka diskoordinim. Do të thotë nuk janë të koordinuar. Dhe tha se jemi të pak, tha ai është e qartë nuk e diskutojmë këtë. Merit t'ja njohësh një politikani që pranon me sinqeritet thotë se nuk e kemi fuqi. E jo brenda koalarëve të parë. Ajo një çështje tjetër. Se dëmtohen njëra me tjetrën e bëjnë betejën ato. Për një punësim duhet të 3 partitë politike dakordohen. Njërës i pëlqen, tjetrit nuk i pëlqen Fatonit, këti i pëlqen Ersani, edhe kështu krijohet, do të thotë ajo. Edhe plus asaj bashkëpunimin edhe me drejtorët Maqedonisë nuk e kanë nivel këto. Pikërisht këtu ka lind i gjithë debati dhe tash është bërë debati të përqindjet, të numrat, jo e ha ujku, jo se ha ujku, jo e bën ujku. Do të thotë, ki debat kur hikën nga problemi real me të cilën ballafaqohet koalicioni Vlen, që të thotë diskoordinimi brenda që e kanë qeverisja, mos përfillja nga partneri më i madh VMRO DPMN, dhe tani po e bërë debatin ti thotë pse zoti Taravarit jap 40%, 30%, 40%,
nuk bëjnë analizën në kuadër të premisave të numrave, të anketave reale, shtrirjes në teren, dhe kështu që mendoj që qofse vendimi i ASH-s është për të largu, do të humbin të 3 partitë që janë brenda koalicionit. A do të humbë ASH? ASH-ja do del fituese, në përgjithësi, për arsye se komunat që i ka pikanteru si favorizuese për ASH, besoj që do të arrin t'i marrë plus edhe Dibra. Faton, donë të njëjtin mendim me Destanin lidhje me këtë që e tha? Po sigurisht që mendoj se ajo pjesa e Aleancës Shqiptare të Taravarit, zoti Taravari është më e zgjeruar dhe është më e fortë, më e konsoliduar. Ka një tradit pak më të mirë të opozitarizmit, se këta domethënë të e marr parasysh përjashtu zotin Megjiti, i cili domethënë tani e përjetoi opozitarizmin një kohë të shkurt. Këta tjera domethënë kanë pas një aktivitet tjetër, këta janë pak si ma nacionalista, edhe pse të gjithë janë të djathtë, ndërsa partitë tjera, themi këta derivati Besa dhe Alternativa, kanë pas një influencë pak më të ndryshme, me çka i ka dallu pi votuesit zakonshëm të Aleancës Shqiptare, pa marrë parasysh cilit krah. Edhe mendoj se për këto arsye, këta nuk munden mu kriju me një parti. Mirë po, me bashkëvepru për hir të eventualisht të mundjes të frontit evropian, atëherë ajo është një punë tjetër, ajo është, domethënë, pazar politik, ajo është taktizim. Mirë po, në esencë nuk kemi asnjë dallim, nuk ka me pas domethënë një parti pozitare, opozitare, që tash se s'po dim cila. Edhe mendoj se është kjo një fatkeqësi, pasi që mund në një periudhë ku po ngriten do debate të vjetra, po jipet një konotacion ndryshe të qenurit shqiptar i Maqedonisë, nuk po mundemi të kanalizohemi si kom edhe me shprehat protestën, pa marrë parasysh, edhe këta që janë mrena opozitës i kanë mekanizmat e tyre. Do thonë paktën një mekanizëm me kërku një përgjegjësi nga paktën ky ministri për sistem politik e marrëdhënie drejtnike, mos më e modhja. Domethënë nuk kemi kur gjë institucionale, zënkat janë të bo në media sociale, kjo është shumë e dhimbshme. Mirë, të kthehemi në temë. Faton, çka nëse ASH vendos të del nga vlenja? A do të imponojë edhe daljen nga qeveria? Dëgjuam sekretarin e përgjithshëm, zotin Blerand Ramadani, i cili deklaroi se kjo çështje nuk diskutohet për momentin, por se kjo temë mund të imponohet në të ardhmen. Ashtu e tha. Nëse kjo temë mundet mu ju imponu ASH-s vetëm nga VMRO-ja, nuk mundet të imponohet nga vleni. Edhe besa e di dhe me sa e kina dëgju zotin Taravari, ai ka thonë se komunikim më të mirë ka me zotin Mickovski se sa me veprimtarët e tij brenda fraksionit. Ndoshta është një ndër nga ato clickbait-at e lajmeve që i kam cekit e kolega më herët se ka pas plasjen të atashëm dezinformatave. Mirë po adhune besoj këtë edhe nuk është diçka për të çudit, më thonë nuk ketë varet për qasjes njerit, edhe nuk besoj se nëse ndahet nga vleni do të dal nga qeveria, nëse eventualisht ndodh kjo, atëherë me siguri që do kishmi zgjedhje dy fishta, domethënë, edhe të hershëm parlamentar. Jo, zoti Megjiti ka deklaruar se qofse Arben Taravari i ka paraprit do të thotë deklaratës për atë se a largohet ASH-ja nga qeveria ose jo, ka deklaruar që si opsion është i mundur ta kërkojnë që largimin. Më pas do të thotë pas disa minutave në preskonferencë kryeministri ka thënë që nuk do të ketë rekonstruim të qeverisë deri pas zgjedhjeve lokale, që a priori mund të lexohet që nuk largohet zoti Taravari nga qeveria. Zoti Taravari për hir të vërtetës ka deklaruar që është pjesë e qeverisë, me ato numra që e ka, dhe se kryeministri vendos se cili mund të jetë partner dhe cili mund të që është e vërtetë, thotë nuk mund të vendosin këto përderisa funksionojnë ndaras. Besoj që edhe ajo që folet i ideologjia politike, mënyra e veprimit, do janë pak ma djathtis, do ma qendrës, do ma liberal, nuk i përbashkon këto. Po edhe vetë strukturat e partive, duke po fuqin që kanë në bazë, nuk do të lejojnë shkrirjen e këtyre partive në një parti. Mendoj që mendon që ende ka ideologji brenda partive politike në Maqedoni për shkak se unë kam humbat shpresë moti.
Shife, ideologjikisht duke marrë parasysh ato koalicionimet cilat e kemi parë si pamundura që janë bënë. Prefikset ekzistojnë. Do të thotë djathtas, majtas, qendar, Sigurisht, Alianca për shqiptarët, që asocion me një parti konservator. Na shqiptarët krejt gjathin, për shembull. Mirë, ka dhe BDI-a është ka pjesa majtiste, ma te, pra ashtu ka deklaru Ali Ahmeti. Artoni me kampanjën e Gjelbert, dhe më thonë edhe antarësojt e familja e partive socialiste evropiane me sa diune. Zoti Ahmeti ka deklaru pas luftës që ndjen vetën si parti e majtë. Nuk është diçka tragjike dhe t'jesh i majtë dhe t'jesh i djathtë, po megjithatë konceptualisht kanë dallimet mëdha, do të edhe në atë aspektin. Besoj se dy partit kryesoret, kuadrët ati koalicioni, Besa dhe ASH-ja, do e përmundsojnë që t'jenë një subjekt i përbashkët politik. Një situatë tjetër që do desha të komentoj, këtë pyetje në lidhje me qeverinë, po e bëj edhe duke marrë parasysh atë që në frontin evropian kemi edhe ASH-n e Zjadin Selës, i cili ka 4 deputet, por duket se në gjithë këtë situatë janë shumë të heshtur. Kemi parë lajme të shumta të portaleve të ndryshme të cilat shpërndajnë spekulime të shumta që nëse zoti Sela do t'i bashkohet Vlenit apo nëse do të bashkohet Alianca për shqiptarët si një trup i vetëm politik, pra ashtu siç ishte para zgjedhjeve parlamentare, pra bashkim në mes Zjadin Selës dhe Arben Taravarit. Si e vlerëson ti? Opsioni i bashkimit edhe në mbledhjen e parafundit edhe në këtë mbledhje që deklaroi edhe sekretari i ASH-s, është përfol, do të thotë nga antarët kryesisë Kuvendit ASH-s, si kanë ato struktura të organizuara këto, partit politike, është përfol si mundësi ribashkimi i grupit të Zjadin Selës me Aleancën për Shqiptarët. Mendoj që është i pamundur ky bashkim, a heshtja e zotit Sela mendoj që pret vetëm largimin e zotit Taravarit që t'i bashkohet Vlenit, është një opcion që mund t'a bën, një hap që mund t'a bën, duke pas parasysh se në kuadër të frontit evropian partia më e madhe, bartëse, më e fuqishme është BDI-a, dhe mendoj që pjesa e Taravarit, e zotit Sela nuk e ka fuqinë edhe të Partisë Demokratike Turke. Nëse matën me numrat e terenit, me rezultatet e zgjedhjeve, Partia Demokratike Turke ka më tepër vota se sa grupacioni i Zjadin Sela. Mendoj që nuk i luan rol shumë BDI-s edhe qofse i largohet zoti Sela, po nuk i sjell benefit as grupacionit të zotit Kasami dhe Mexhiti në kuadër të koalicionit vlen zoti Sela. Zoti Sela mund të jetë një figurë e mirë politike, mirë po nuk ka treguar një kapacitet menaxherial në kuadër të asaj që sjell ndonjë sukses. Për arsye se vetë zoti Sela në momentin që ka qenë Partia Demokratike Shqiptare, në momentet e saj më të mira për të arzu BDI-n nga pushteti ose për t'ja rrëmbyer primatin e parë të shqiptarët, është ndan nga PDSH-ja. Dhe ka formuar një fraksionin brenda partisë, pastaj ka bërë parti politike. Kështu që rrotullohet e gjithë strategjia në një vend dhe krijohet përshtypja në opinion dhe të njerëzit dhe të votuesi se po bëhet një betejë vetëm për të zënë disa numra deputetësh, për t'i rahatuar një grupacion politik dhe duke mos pasur një agjendë caktuar politike për avansimin e drejtave kolektive. Ne kemi arritur në aspektin e drejtave kolektive, po kemi drejta të cilat që janë universale, që i tangojnë edhe shqiptarët edhe maqedonasit dhe që janë prioritet i shekullit që jetojmë. Do thotë duhet të fillojmë të mendojmë edhe në atë mënyrë, të investojmë në media të lira, shtetit investon në media të lira, shtetit mundson media të funksionon e lirë, shtetit mundson edhe gjithësori të jetë i lirë. Do thotë që të arrijmë aty ku synojmë në Bashkimin Evropian. Përndryshe matematikat çdo herë do dalin 1 + 1 prap 1, asnjëherë s'do dalin 2. Kështu që më racional në politik, në këtë vorbull që jetojmë dhe në këtë moment politik të aktualitetit, janë zoti Ahmeti, zoti Taravari edhe zoti Kasami.
Mendoj që kjo treshe mund të lëviz shenjat apo zhvillimet politike të shqiptarët në cilën ndo. Faton, ti si e komenton heshtjen e ASH-s së zgjedhjeve të Selës, pyeta Destanin, do të pyes edhe ti njëjtë, a është më e lehtë për Selën të arrihet një pajtim me krahun e Taravarit apo dakordim i marrëveshjes me koalicionin Vlen, apo thjesht mendon që do të qëndroj në këtë pozitë që është brenda frontit evropian? Besoj se heshtja e zotit Sela më tepër ka të bëjë me pritjen për një epilog, domethënë diçka definitive. Nëse zoti Taravari do të ishte ndarë nga Vleni, mendoj se shumë më tepër e natyrshme do ishte një ribashkim dhe një rishikim të shkaqeve që sollën përçarjen, pasi që dihet se Alianca për Shqiptarët seriozisht përfaqësonte paraqiste subjektin e vetëm që do të mund të luajë opozitarin. Më thonë, këto tjerët janë konë pak ma jo aqe relevant, përveç se kur kishim lëvizjen Besa atjerë në fillim, mirë po ja që undan. Mendoj se edhe kemi parasysh se në atë rast nëse bashkohet dy krahët e ASH-s do kenë diku 9 deputet, apo? Po diku 9 deputet, nuk besoj se ka 5 deputet dhe krahu i Selës 4 për momentin. Po eventualisht nuk besoj se gjithë deputet ndoshta do të dakordoheshin, domethënë ta lëmë edhe atë opsion të hapur, mirë po sigurisht do të ishte një forcë relevante. Dhe mendoj se është e nevojshme kjo për të paktën për të paraqitur një shpresë që do të kemi një rrehje pak më reale të çështjeve edhe për pikpamjeve, se kjo që tani jemi duke dëshmuar këto vitet e fundit, kjo me këta, domethënë pazare politike dhe këto akrobacione, kjo është diçka shumë e dhimbshme, kjo e lëndon shoqërinë në çdo aspekt, që nga sektori jo qeveritar, nga institucione shtetërore, po edhe juve vetë gazetarëve, u kriju domethënë një hamulli duke bërë domethënë veprime të tilla, nuk ka absolutisht siguri domethënë politike, në atë aspektin që nuk ka siguri se kush me kë është, domethënë kjo paraqet edhe një zhvillim të apatisë politike të poshtë gjeneratet e reja që po vinë, edhe duke marrë parasysh se më veç u zbras ky vend, nuk e di se kush do të votojë, a do të më rrinë cenzus, nuk e di partitë politike janë të emenu atë mundësi, apo ndoshta kjo është shkaku për shkak jena të lutë me nacionalizëm kaq shumë kohëve të fundit. Më thonë, pamundësia për program dhe ide, mbulimi me emocione, më thonë manipulim të emocioneve, edhe për atë jemi këtu ku jemi. Mire, kemi parasysh se eksponentët e koalicionit Vlen pa të njoftuar pas zgjedhjeve parlamentare, ashtu siç e the, shkrirje në një parti të vetme politike, por që ky proces, siç thanë atëherë, do ta lënë të rrjedhë natyrshëm, si afat e patën thënë pas zgjedhjeve lokale, ndërsa javën e kaluar pam që kjo çështje u inicua pikërisht nga kryetari i Lëvizjes Demokratike, zoti Izet Mexhiti, zëvendës kryeministri. Pse pikërisht në këtë moment po inicohet një bashkim i koalicionit Vlen, kur në fakt dulën në pak ato mos pajtimet brenda këtij koalicioni? Po pikërisht është indikative kjo? Po të thash, Ersan, edhe më përpara, të thash se momentin që zoti Taravari deklaroi se ka diskoordinim mes funksionarëve të koalicionit Vlen, ka diskoordinim në çështje kadrovike, në emërime dhe shkarkime, ka mos përfillje nga partneri më i madh i koalicionit. Kemi shkarkimet hatashme të shqiptarëve nga pozicionet dhe emërimet maqedonasve. Duhet ta pranojmë atë realitet. Mendoj që u tregu shumë real zoti Taravari me atë që deklaroi. Debatin Vleni u desh ta zhvillon këtu brenda për brenda dhe të ulet edhe njerë me partnerin e madh ta diskuton këtë muhabet. Jemi këtu ne për ta shbë atë që është arrit, apo duhet ta avansojmë atë që është arrit. Të kujtohet balanseri, çështja e gjuhës është në gjykatë kushtetuese. Ti po diskutojsh 35% do ta merr Taravari, do ta merr Bilali, se merr Kiesa me Raj. Këto janë çështje që janë minore. Pastaj, zoti Taravari pas kësaj ka kërkuar që kualiteti me atë sa kam unë informacione të jetë prioritet. Pavarësisht, jemi për një kandidat
qofse 3 partit bien dakord se filan kandidati ka potencial, i përmbush kriteret, është i zot, është shqiptar, po qoftaj edhe mos jetë a partia tjetër të emërohet dhe të punon për jo vetëm për shqiptar, por për gjithë njerëzit që jetojnë në Maqedoninë e Veriut. Këtë nuk e mohoj edhe zëvendës kryeministri me gjitjen e një emision televiziv, ai tha se nuk përjashtohet mundësia që Vleni të mbështesë edhe kandidat të pavarur të cilët do të dalin. Pikërisht aty u desh të zhvillohet debati. Tani po zhvillohet debati, po përshpejtohet me bashkimin e Vlenit për arsye të panjohura. Për arsye të frikës? Po nuk është arsye frikës, këto janë arsye për të ikë debatit real. Kjo është pim politik. Për arsye se këto nuk mund të koncentrojnë debatin në atë që deklarojnë. Do të thotë zyrtari më i madh, do të thotë partia më e madhe e kuadrit koalicionit Vlen, me 5 deputet, ministri i shëndetësisë, del dhe ti po të thotë që kemi diskoordinim. Hajde të ulemi të bisedojmë. Edhe ti po flet, do ta jap Studeniçanin, do ta jap këtë, do ta jap atë, do ta jap ata. Ore, çështjet e kandidatëve. Pa është ide briljante e zotit Taravarit, shkojnë si cella me kandidat vetëm për këshilltar. Po varësisht ta favorizohet apo jo BDI. Po në 5 në parë çdo parti do t'i ketë 5 kandidat më kualitativ. Do të kemi këshilla më kualitativ. Njerëz që mendojnë për ato njerëz që jetojnë aty. Do të sjellin vendime më të mira. Po edhe sikur mos arrin shumicën, po mirë është këtë diverzitet politik brenda këshillave. Po ne ta ketë opozita be kryetarin e këshillit, punë e madhe. Puna është që ata kryetar komune dhe ato këshillat bëjmë punë për njerëz që jetojnë aty. Zhvillohen vendbanime. Është ide briljante të shkohet me pavarësisht se këto po thonë tash po thirrën në teka dhe inate politike, favorizim BDI-n, o me neve o me BDI-n. S'ka të bëjë kjo me neve me BDI. Zbartet debati nga problemi real që e kanë brenda koalicionit. Në një kohë që ministri i jashtëm bulgar deklaron se vetëm me futjen e bullgarëve në kushtetut nuk përfundon çështja bulgaro-maqedonase, edhe me një periudhë që përfaqësuesja e politikës jashtme të Evropës kur adresoi ministrave të vendeve të Ballkanit Perëndimor asgjë e ceki Maqedoninë e Veriut. Më thonë ai na to hub edhe brenda shtëpisë me, domethënë, debatin e pakuptim, edhe jashtë, domethënë se nuk kena të i bo, as nuk kena të e bisedu, domethënë u harru që tash për shkak të zgjedhjeve lokale u harru, domethënë ndryshimet kushtetuese, rruga jon, rrugtimi jon drejt strukturave euroatlantike, edhe është një çështje që neve na ka marrit mbashk si shtet, na ka dhënë shpresë, edhe mendoj se pas këtij debati deri në zgjedhjet lokale përfundimisht do të kemi mundësi që t'i adresojmë problemet reale. Mirë, kjo që përmendja edhe disa njohës të çështjeve politike kanë diskutuar këtë çështjen e Vlenit, Taravarit, shkëputjes nga Vleni, si defokusim ndaj çështjeve prioritare të vendit, e sidomos si defokusim ndaj tragjedisë që ndodhi në Koçan dhe përgjithësisë institucioneve shtetërore. Ndan këtë mendim? Po, gjithmonë lihet ajo pikpyetja se kjo është vetëm një show për të ikur realitetit. Gjithashtu mund të themi se edhe arrestimi i ish ministrave të tani më të opozitës shqiptare është pjesërisht një show, se më thonë ata akuzat nuk kanë asgjë përmbajtësore, pa marrë parasysh se në opinion flitet për korrupsion, thonë nuk kemi të bëjmë me atë gjë këtu, lirisht mund të themi se në emën të ligjit po kontrabandohet një farë mënyrë e re më e sofistikuar e albanofobisë ose minimizimit faktorit politik shqiptar. Po, këtë çështje në fakt do ta diskutojmë edhe në minutat në vazhdim, do të ngelem edhe pak te çështja e Vlenit, po përcillet me shumë vëmendje lëvizjet politike të Arben Taravarit. Në fakt, këto lëvizje janë përcjellur edhe para një viti kur kishim zgjedhjet parlamentare, është parë që në cilin krah do të shkon Taravari, do të jep një përparësi të madhe atij tabori. A do të jetë determinuese zgjedhja e Arben Taravarit edhe për zgjedhjet lokale? Po, për arsye se edhe zgjedhjet e kaluara, nëse ju kujtohet, zoti Ahmeti është politikan që çdo herë
liderët tjerë të partive shqiptare i kanë shkuar në recitës të vogël. Jo kujtohet që 3-4 ardhje vajtje i ka pasur në komunën e Gostivarit për ta bërë zonin e Taravarit të futet në kuadër të frontit evropian. Fuqia politike ashës jep kredibilitetin dhe bonusin politik zotit Taravarit që t'jetë faktor determinues. Në zgjedhjet presidenciale, po mos t'ishte zoti Taravari kandidat për president, epilogu i zgjedhjeve presidenciale mund të ishte krejtësisht ndryshe. Mirë, megjithatë doli humbës në zgjedhjet presidenciale dhe atë me një dallim dukshëm të madh. Pavarësisht numrat rreth 20.000 vota nëse s'ka. Po numrat determinuan do të thotë një rrjedhë tjetër politike. Rodhën një rezultat tjetër politike në taborin politik maqedonas. Po ashtu do të thotë edhe mos bashkangjitja e zotit Taravari me partitë e Lenit, pastaj Vlenit, nuk do ta sillte numrin 107.000 vota. Për arsye duke pas parasysh shtrirjen që ka politika ashaja që folëm pak më parë, mendoj që edhe tani, ju thash edhe më përpara, që në rast se udhëhiqen me këtë vokabular simbolikave, Ujku, Luani e kështu me radhë, vetëm këto 3 parti që janë kuadër Vlenit do të humbin. Do të thotë, qofse nuk janë të unifikuar, atëherë do të kenë rezultat dop mirë, po zoti Taravari do të arrijë atë për të cilën është i sigurt për arsye se anketat interne të tij flasin që ajo qëndron mirë në disa komuna dhe ai pretendon dhe i ka pikanteru pikërisht ato komuna për t'i fitu. Ndërsa kjo merret 35%, merre ose le, me ne ose me BDI-n është një farë diktati politik, një farë lloj kërcënimi minimizues, një farë lloj poshtrimi, nënshtrimi në mënyrë metodolog apo me marifet më të largu nga koalicioni, pa e marrë vendimin e saktë. Faton, a do të jetë përcaktues lëvizja e Taravarit për zgjedhje lokale? Mendoj se po, duke marrë parasysh, më thonë, fuqinë politike, më thonë, votat, shkurt e Shqip, duke marrë parasysh këtë, mendoj se shkëputja e zotit Taravari do të ishte përfundimtare për koalicionimin e Vlenit, pasi që do i hapte rrugë për çarjes edhe më të tjeshme, edhe prap opozita, tani pozita, kushtimisht opozita na ka me thonë, do të fragmentohej sikur s'di sa raste, më thonë prej 2016 nuk e di sa bashkime dhe përçarje të partive dhe opozitës kishim. Përfundimisht është edhe mishme kur t'i shohim të dy krahët politik, të cilët më parë të gjithë kishin një përbashkim, bashkëveprim me vite të tëra më herët, edhe tani u ndonë pa arsye të qarta, dhe më thonë, nuk më tepër ka të bëje me pazare politike, kadrovike, kush po bëhet drejtor, kush po bëhet ministër, sa që ka të bëje me ndonjë çështje pak më serioze. Edhe mendoj se është një situatë e dhimbshme, se të gjithë janë koncentruar jashtë asaj realitetit që e tangon popullin. Për hir të kësaj ndërlidhesha me deklaratën e zotit Kasamit që delja që ndahet nga KPA Hanujku me një thënie tjetër paq interesante që delja tër jetën frigohet se do ja han ujku e në fund ta haje çabani. Mos po bëhet luan delja. Mendoj se kjo është duke na ndodhur neve, nuk ka të na hungur ujku, po na ha çabaniun. Mirë, kemi parasysh se koalicioni Vlen hyri në qeveri pas 16 viteve rresht pushtet të Bashkimit Demokratik për Integrim. Në fakt, sa ka paraqitur kjo vështirësi këtij koalicioni gjatë këtyre 10 muajve e më tepër qeverisje? Vështirësi, këto vetëm e kanë pasur terrenin e gatshëm për të vepruar. Mendoj në aspektin institucional, se shqiptarët, shiversa, unë mbaj mend se nuk jam edhe shumë i vjetër, po e kam një moshë saktuar, po e kam edhe një përvojë gjatë politikën, gjatë gazetari. Ndjekjen e politikës. Po, gazetari. Po të them se shqiptarët kanë qenë përjashtuar nga sistemi. Unë një kohë para vitit 2001 kam jetuar në rrethin e Shkupit, tani jetoj këtu. Edhe kur e kanë shit duhanin shqiptarët, nuk janë fut në sistem. E dish si është kjo puna.
ja kanë pagu, do të thotë, mundin, punën e djersën e ati bujkut, me ashtu fleta që kanë shkruar që pranon. I pranon kaq para, nuk e kanë futur sistem bankar. Kanë punu shqiptarët në për institucione shtetërore, ndërmarrje publike, shoqata aksionare, dhe në njëjtën mënyrë kanë marrë rrogat. Të përjashtum totalisht prej sistemit. Kur je i përjashtum prej sistemit, nuk ki qarkullim bankar. Çfarë mund bën një print me 5 antar? Do thotë nuk ka mënyrë se si të arrin të parë të arsimon fëmijën e vet. Për arsye se i pamundsohet marrja e kredis, i pamundsohen edhe shumë sende tjera për arsye se është jashtë sistem. Mbas vitit 2001, pa e marrë këtë si një shembull për me u fut në këtë pjesën se si e gjetën dhe si e marrën. Do thotë pas vitit 2001, ti ke ndryshime drastike të shqiptarë. Edhe pse fillon në 98-ën 2001 me qeverisjen e Lupçe Gjergjevskit dhe të Arber Xhaferit. Po në fakt, sa ka qenë kjo sfiduese? Po shifë, kur je i përjashtum totalisht, çdo arritje është e madhe. Mirë, po shqiptarët kanë të kaluar pritshmëritë nga ajo. Do thotë, ja, është rrit numrin polici, është rrit numrin ushtri, është rrit numrin administrat. Ti s'ke pas shqiptar udhëhec në ministrit jashtme, s'ke pas shqiptar udhëhec në ministrit brendshme, s'ke pas në dogana, s'ke pas drejtorinë e tatimeve. Totalisht i përjashtuar dhe je fund sistem. Edhe ti po e gjesh një sistem me shqiptar të avancum, për cilët është boj luftë, është sponsor një shqiptar me një ministri të arrijat gradën që të avancohet dhe të mund të sponsohet në një ministri tjetër, edhe ti vesh në pushtet. Nuk mund t'i mbajsh ato, nuk mund të shtojsh numër. Degradohesh. Po ne shohim lajmet që ka degradime. Shqiptarët pa kënaqur. Pse s'po flasim për këto, po flasim për përqindjet zgjedhjet lokale. Hajde flasna për këto. Hajde flasna për lirinë e medias, për gjithësore. Këto e kanë gjetur këto duket që kanë pas shumë përqef për me qenë pjesë e pushtetit, edhe duke pas shumë përqef, edhe kanë njerë hum nga logjika e veprimit. Logjika e veprimit kërkon, do të thotë, po, ti balansusin ma anulon. Ma qonë një ligjë gjuhës shqipe që është ndryshu 3-4 herë, e qonë gjikatë kushtetuese. Ore, nuk është normale kjo. Tash po mendojmë, s'po mendoj si gazetar, po mendoj si një njeri i random. Më falë Destan, ndërlidhem. Asë nuk është normale që diçka që është arrit me një marrëveshje që ka dalë për një konflikti që ka pasu me humbje jetësh, të vijë një kohë që vjen një pushtet i caktuar edhe i konteston, i zhban. Të me thonë, na realisht nuk kena kur në sistem, pasi që jena të e pa këta, tash ka përshofim, ne këshmi konë paralelisht të pozicionum në sistemin eksistent. Jo mrena në sistem. Me thonë, me vetë faktin që sot po vjen pushteti, po ndrohet, edhe ty po mujtet me ta degradu, po mujtet me ta ndru, po mujtet me ta kontestu në gjykat kushtetuese, po mujtet me ta çu, me thonë me ta degradu në një shipe që e kena pas në kushtetutën e 74-s, para 50 vjetëve që e kena pas, me thonë këto janë gjëra absurde, unë mendoj se është gjë e mirë kjo që jina të e përjetu, se do të ketë reevaluim të pozitës shqiptarëve të Maqedonisë. Besoj që ne duhet me reflektu në atë mënyrë që me dhonë një epilog definitiv çështjes tonë se na kena ngec midis popullit kushtetues dhe atij minoritar. Do të thonë as nuk kena 2.5%, po as nuk kena 50%. Edhe është fatkeqësia jona se jena bash 25-30%. Ne nuk kena të përjashtuar, ne jemi shqiptarët të Maqedonisë janë shtet formues. Po s'pedi që tash sapo jena. Jena shtet formues. Po i njëjti sistem ka qenë, do të thotë, po flasim për sistemin aktual. Unë po fola bona paralele për një sistem kur Tita buka dhënë konzerva prindve tonë atje dhe i ka sos muhabetin me një ashtu kant me marmallat. Në momentin ata kanë pas më shumë drejta se na sot. Jo, po foli për një sistem i cili edhe deri para 9 muajve kanë qenë këto gjykatës kushtetuese. Po. Apo. Edhe deri para 9 muajve ka qenë i njëjti sistem gjyqësor. Edhe deri para 9 muajve kanë qenë këto institucione, këto ministri. Askush nuk i konteston. Balansuesin e ki pas. Po. Gjuha shqipe ka qenë para gjykatës kushtetuese. Po. Përse nuk reagohet?
Do më thonë, kur ndronë klima politike, të natë ndrojnë edhe institucionet si qasja institucioneve, si gjykata kushtetuese, e cila është një ndër. Po disa çështje që kanë të bëjnë me indin e një popullit më të madh pas Maqedoni, do të kenë kujdes edhe partitë maqedonase edhe klima maqedonase, pavarësisht numrave që i ka VMRO apo më ne. Për arsye se nëse i ka marrë 58 deputet, apo edhe 61 në Timer, Gruevski i ka pas edhe 61. Po nuk e ka baka. Nuk është leju të bëhet kjo. Do të thotë pavarësisht sa mund ta ketë ai fuqinë politike. Maqedonia nuk është pronë askujt. Është shteti i përbashkët. Po këto shumica të arriturave balancuesi gjua shqipe janë në kohën e LSDM-s, vetëm ta kemi parasysh. Ishte kryetari LSDM-s Zoran Zaev, i cili kishte një qasje pak më të ndryshe. Jo pak më diametralisht kundërt nga gjithë paralelësit e tij. Në kohën e VMRO-s është bërë antarësimi NATO, po në kohën e VMRO-s Arbor Xhaferit edhe Ljupçe Gjergjevskit ki pas revolucion ekonomik edhe politik të shqiptar. 98 deri para luftës 2001-shit ki pas avancim të atashëm. Hapja në Universitetit Evropës Juglindore, atëherë shtulje e qushin, edhe ki pas punësime maramendse, filloj etapa e punësimeve maramendse, konkursi i pari policisë është bërë në atë kohë, edhe jam punësu dhe shqiptarët me ndihmën e miqve tanë Amerikanë. Dhe janë trajnu për Amerikanëve dhe është ngrit numri i shqiptarëve polici. Por fatkeqësisht nuk ndihmoi ajo dhe erdhi deri te konflikti i vitit 2001 dhe pas asaj filloi etapa e rendit të ri shtetit për arsye se kishim një marrëveshje konkrete të horit. Mirë, Faton, në fillim se që ky koalicion ka një kumbar, ish kryeministrën apo se po e kemi pa qartë të situatë. Ish kryeministra derisa nuk ka konstituim qeverisë. Pam që nuk u konstitua kuvendi në Kosovë, sa mund të ketë ndikim kjo situatë në gjithë këto diskutime, këto zhvillime politike në Maqedoninë e Veriut, sidomos zhvillimet brenda Vlenit? Mendoj se zoti Kurti e harxhoi ndikimin e tij me këtë që i bëri të gjithë bashkë. Mendoj se është pak relevante a do të jetë ai në qeveri apo ndokush tjetër për situatën tonë, pasi që mo vetëm ai dha kohë një, si i thojmë, një cilindri dhe ka një trajektore ai. Mendoj se derisa nuk janë zgjedhjet lokale nuk ka më pas ndonjë ndryshim tena. Leftan? Po shifa, mendoj se zoti Kurti në Maqedoni gabimin e ka bërë se ka përkras të ri nga Kumanova deri në Struk që janë briljant. Mënyra se si e dorëzoi të zoti Qoku përfaqësimin, edhe pse ai ishte këshilltar politik i tij në qeverinë e Kosovës, përfaqësimin e vetëvendosjes në Maqedoni. Vetëvendosja është një subjekt që identifikohet me rinin, me revolucionin. Nuk është një subjekt që identifikohet me zoti Qoku, mund të thotë që është i ri, po gjenerata e re, do të thotë deri në 30 vjeç, kanë mund të bëjnë shumë më shumë, edhe partia e zotit Kurti jetë shumë më prezente në Maqedoni. Intenca e tij për t'i bashkuar e arritja të qëllimin që ishte, mendoj që ai nuk ka interes më të fokusohet dhe të merret me problemet e Izetit, Bilalit edhe Tarbenit, a do jenë bashkë, a si janë bashkë, a kështu është. Do thotë, qëllimi i tij është të arrit formoj qeverinë nëse arrin, do thotë është një pyetje edhe nëse arrin, po mendoj që kam dëshmu kosovarët që të formën sidomos Lidhja Demokratike e Kosovës, që mund të bën një veprim papritur për krejt opinionin dhe krijohet një qeveri e përbashkët. Uroj që të jetë ashtu që mos ketë ngecje institucionale në Kosovë, se shumë i rëndësishëm është zhvillimi edhe i Kosovës, edhe i rajonit bashkë me Maqedoninë e Veriut edhe Shqipërinë. Mendoj që zoti Kurti e kreu edhe në Shqipëri, i futi, po them simbolikisht, hundët dhe doli humbës, edhe në Maqedoni u fut në një projekt i cili po shihet se do të dështon. Kështu që nuk ka alternativë tjetër për pos që uron sukses këtij që i ka bashku.
Mirë, dhe disa minuta për në fund do të kisha dashur t'ja kushtojmë edhe asaj përplasjeve politike që po janë prezente ditëve të fundit në aspekt të tragjedisë në Koçan, në aspekt hetimit të tragjedisë në Koçan, po vazhdon të jetë në një temë përplasjeve politike, BDI po akuzon për një hetim selektiv dhe se fajtorët e vërtet po fshihen në fakt edhe Lidhja Social-Demokrate ndan të njëjtin qëndrim, edhe parti tjera opozitare si e Majta. Si komenton sidomos këtë zgjerimin e hetimeve? Mendoj që përveç opozitës edhe një pjesë bukur e mirë e opinionit publik, por edhe njerëz që e njohin kriminalistikën dhe hetuesin, ndajnë mendimin që në rastin e Koçanit po bëhet një hetim selektiv. Pse bëhet hetim selektiv? Për arsye se jemi mësuar që hetimet fillojnë pikërisht nga shkaku, nga problemi që është shkaktuar. Sot, përderisa po flasim ne, asnjë person përgjegjës në Koçan dhe Shtyp që ka qenë përgjegjës nga Ministria e Punëve të Brendshme nuk është i shkarkuar. Polici i cili ishte viktim e zjarrit që vdiq, inspektori policor. Nuk e dim a ishte inspektor policor për të mitur, a ishte inspektor policor që heton a shitet droga, jo në atë diskotek, dhe nuk kemi do të thot një hetim pse janë lejuar të miturit pas orës 12 të jenë prezent aty. Hetimi është selektiv për arsye se kemi të burgosur, apo në paraburgim, ish ministra. Se mendoj që Kreshnikun padrejtësisht e mbajnë. Nuk them që është burgosje politike, se është tepër termi i rëndë për me thënë burgosje politike. Mirë po vokabulari politik i partive politike e duron ato për sulme të pushtetit. Bëhet padrejtësisht për arsye se ja edhe dy ish ministra tjerë, edhe Valon Saracini, edhe Bekim Neziri, janë tani Mos të harrojmë driton kuqen e detyru njerin për Norvegjis me orë. është mëkat do thotë ti përfshish, a ministri aktual i ekonomisë nuk pas ka përgjegjësi. Ku ka logjik kjo? Ish ministri ka përgjegjësi se qenë ka direkt i involvum në atë punën e asaj diskotekës. Ki nuk pas ka inspektori policor, ai komandiri atje në Shtyp në Koçan që është i stacionit policor, ai inspektori që ka qenë ndrim të natës, që ka qenë përgjegjës, nuk është i shkarkuar. Ministri i Punëve të Brendshme. Në kështu tragjedi të mëdha ne kemi pa dorëheqje morale, nuk është edhe dorëheqje morale. Mendoj që është një farë lufte e padrejtë politike që ju bëhet ish funksionarëve shqiptar. Qofse tash nuk mund të kamuflohet ajo Kreshniki akuzohet për korrupsion, ku ta di çfarë, se Landa nuk ka të bëjë me korrupsion në këtë rast. Gjeja korrupsionin, qofse e ka bë, hetoje, nxjerrë para Xhixhit burgose. Me po për rastin konkret, ai ka shku vetë në stacion policor sa kam informacione. Dhe pastaj e kanë liru, prapë e kanë kthej, prapë e kanë burgos. Ore, nuk është një farë standardi normal kjo në këtë shtetin tonë. Dhe ajo do të thotë ai ka qenë i gatshëm paraqitet për çdo informacion që i kërkohet. Që njerëz që kanë qenë të involvuar drejt për drejt në tragjedi, i ketë lirë. Inspektori përgjegjës për të mitur dhe hetuesi drogës, për drogë, nuk është i burgosur. Se di se e kanë atë sistemimi rajonal. Paktën për siguri publike, ako është çështja e sigurisë publike. Paktën simbolikisht, si thot Destani, me dhonë një dorëheqje dikush. Mirë po mendoj se edhe kjo është absurditeti tjetër se në të rasti fatkeqësisë në Koçan jena tu këshyrë me... Vetëm edhe një fjalë i takri. Edhe del zëvendës kryeministri shqiptar, zoti Izzet Mexhiti, dhe bën deklarat, thot, ti s'është puna, thot. 95% thot janë burgos të Maqedon, thot, 5% janë shqiptar. Çfarë paralelizmi jo normal. Ore, nuk ndahet përgjegjësia në përkatësi etnike.
Mirë po hetimi duhet të filloj prej burimit që është kryesor, prej momentit, qofse detektohet që kanë këto, do të thotë një farë involvimi në atë rast, në të hetohen kur kush nuk është kundër hetimit. Mirë po shifet që qasja është politika. Nëse di edhe ministri aktuali ekonomist tha se ajo ministri nuk ka asnjë mekanizëm për mi kontrollu fillimisht ato leje. Edhe ai duhet përfundon. E merr parasysh fjalën e një institucioni tjetër. Domethënë, nëse vim te rasti i zotit Bekteshi edhe të tjerëve, mirë po këtu mendoj se absoluteti që dashta me thonë është se këtu është tu gjyku një mentalitet, se realisht faji janë jetim në këtë rast, se janë faji gjithve është çështje mentalitetit, çështje funksionimi i shoqërisë, domethënë tani edhe shoqëria e gjerë, normale, civilt janë potencialisht korruptum. Edhe arsyetojnë korrupsionin, edhe kjo është arsyeja për shkak të ardhurit e fatkeqësia, se na jena skajshmërisht të korruptuar si shoqëri, jo vetëm si shtet, jo si institucion, edhe si profesioni, edhe se gjithçka, domethënë, te na nëse ki njerin e duhur, edhe i ki mjetet e duhura për kompenzim, besoj se mujtesh mi bëu gati dhe senat e pa imagjinueshme që nuk mujtesh në vende të tjera. Kjo është absolutiteti se për me ndru këtë mentalitet lipen masa shumë ma të ndryshme, totalisht ndryshme të kësaj, po ma tepër pritën që mi prin njerëz që kanë paktën një farë përgjegjësie morale, një farë etike, cilën tani këta që janë, nuk besoj se po e tregojnë, po vetëm po shikojnë që ta ndeshin fajin, po ta gjujnë topin që tërkon. Mos që jese përgjegjësia aty. Mirë, atëherë do ju kisha falenderuar që ishit pjesë e emisionit tonë, ishte kënaqësi diskutojmë këto minuta së bashku për shumë çështje aktuale politike. Shikues të nderuar, ne këtu po mbarojmë këtë zonë deri të martën e ardhshme, bashkë mirupafshim.